Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju ftojmë në vazhdim të shoqëroheni me emisionin Liturgjia e Fjalës, leximet e meshës së të dielës së dytë të kohës së ardhjes. Leximin e parë do të dëgjonin nga Jehona Gashi, psalmin Nora Ukaj, leximin e dytë Motër Irenea Lekaj, ndërsa komentin e Ungjillit do ta dëgjonin nga Patër Prel Gjurashaj. Hiri i Zotit qoftë me ju. Lexim prej librit të Isais profet. Në atë ditë, një pinjoll do të dalë nga trungi i Jeseut. Një pip i zgjedhur do të pipëtojë nga rrënja e tij. Në të do të pushojë shpirti i Zotit, shpirti i urtisë e dijes, shpirti i këshillave dhe i forcës, shpirti i kuptimit dhe i frikës së Zotit. Kënaqësia e tij do të jetë në frikën e Zotit. S'do të gjykojë sipas pamjes së syve, as do të vendosë sipas tashëthemeve, por do t'i gjykojë me drejtësi skamnorët. Do t'u jap gjyq të drejtë të përvujtëve të vendit. Me thupren e fjalëve të veta do të godas vendin e me frymën e gojës së vet do ta vras të paudhin. Brezi i kryqit të tij do të jetë drejtësia. Me besnikëri do t'i ngjesh ijet. Ujku do të banojë në qengjin. Për brikeci do të shtrihet leopardi. Viqi e klyshi i luanit bashkë do të kullotin. Fëmia i vogël do t'i qojë e do t'i bjerë. Lopa e arusha bashkë do të kullotin. Këlyshet e tyre së bashku do të rinë. Luani kash do të hajë si kau. Foshnja do të luajë mbi vrimen e shligës. Në strofullin e kapastrecit fëmia në gjithë dorën do ta fut. S'do të bëhet dëm, as do të vritet kush në mbar malin tim të shenjtë, sepse plot do të mbushet vendi me dijen e Zotit, por si detet që mbulohen me ujë. Atë ditë rënja e Jeseut do të ngjallisë si flamur për kombe. Vet popujt atë do ta kërkojnë. Selia saj do të jetë e lavdishme. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin. Eja o Zot, mbreti i drejtësisë dhe i paqes. O hyj, jepja mbretit gjyqin tënd dhe drejtësinë tënde birit të mbretit, që ta gjykoj popullin tënd me drejtësi, e skamnorëve të tu jap të drejtën. Eja o Zot, mbreti i drejtësisë dhe i paqes. Në ditët e tij do të lulëzoj drejtësia dhe paqe e madhe derisa të jetë hëna. Do të sundoj prej detit në det, prej lumit e deri në skajin e botës. Eja o Zot, mbreti i drejtësisë dhe i paqes. Ai do ta shpëtoj skamnorin që fshan, të varfrin që nuk ka ndihmtar. Mëshirë do të ketë për të mjerin e të vobektin dhe skamnorve do t'ua shpëtoj jetën. Eja o Zot, mbreti i drejtësisë dhe i paqes. Qoftë bekuar emri i tij në shekuj, sa të jetë dielli mos i u harroft emri. Nëpër të do të bekohen të gjitha fiset e dheut, të gjithë paganët të lumtur do ta quajnë. Eja o Zot, mbreti i drejtësisë dhe i paqes. Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, gjithçka që dikur u shkrua për mësimin ton në mënyrë që me anë të qëndresës së të ngushëllimit që vjen nga shkrimi i shenjtë të kemi shpresë. E hyi që jep qëndresën dhe ngushëllimin bëft që ju të jeni plotësisht në përkim njëri me tjetrin, sikur se dëshiron Jezu Krishti në mënyrë që një mendimi e një goje të lëvdoni hyin atin e Zotit ton Jezu Krishtit. Prandaj pranoni njëri tjetrin në shoqëri sikur se Krishti ju pranoi ju për lavdinë e hyjit. Pohoj se Krishti u shërbeu të rrethprerëve për arsye të besnikërisë së hyjit, për t'i plotësuar premtimet të dhëna etërve, e që paganët të lavdërojnë hyin për mëshiren e tij, sikur se thot shkrimi i shenjtë. Prandaj do të lavdërojnë ndër pagan dhe do t'i këndoj këngë emrit tënd. Fjala e Zotit.
Falenderojmë hyn. Aleluja. Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e Tija. Çdo njeri ka për të parë shpëtimin e Zotit. Aleluja. Lexim prej Ungjillit Shajt sipas Mateut. Në të ditë u duk Gjon Pagzusi duke predikuar në shkretëtirën e Judejës. E thoshte, kthehuni se u afrua mbretëria e qiellit. Lëni mend, ky është ai për cilin parafoli Izaia kur tha, zari i atij që bërtet në shkretëtirë, përgatitni ullën e Zotit, rrafshoni shtigjet e tij. Gjoni ishte i veshur me 5 kleshë deveje e rreth ijeve kishte një ripëlkure. Ushqehej me karkaleca me mjaltë të egër. Aso kohë vinte tek ai Jeruzalemi, mbar Judeja dhe e gjithë krahina e Jordanit. E pasi ata I rrfenin në katet e veta, ky I pagzonte në lumin Jordan. Kur pase shumë farizej e saducej, po I vinin pagzim u tha, pjellë shligash, kush ju mësoi të ikni zemrimit që po vjen? Bani pra vepra të daja kthimi. As mos të bjerë në mend të thonin vete, kemi atë Abrahamin, sepse unë po ju them, hyj, mund t'i nxjerr Abrahamit bije dhe prej këtyne gurve. Tashma spata u hunë në raj të pembe, çdo lan që nuk jep fryt të mirë, pritet e hillet në zjarr. Unë ju pagzoj me ujë në shaj I kthimi, por se ai që po vjen pas meje, është më I fortë se unë, e unë nuk jam I daj astjas bas të ndalet. Ai do t'ju pagzoj me shpirtin shajt e me zjarr. Ai ka në dorën e vetë tërplotën e do t'a pastroj lamin e vetë. Grurin e vetë do t'a mbledh në grunar, kurse bykun do t'a djeg në zjarr të pafikshëm. Fjala e Zotit. Vëllezër motra, në Ungjillin e sotëm shohim figurën e paraardhësit Krishtit, I cili tërhiqte njerëzit në shkreti, pranë lumit të Jordanit, me jetën e tij pendestare, dhe sipas profecive të vjetra vepronte me frymën e fuqishme të Elis profet. Popullin besimtar e fton t'ia përgatis rrugën Zotit që po vjen. Në çka thelbësisht përbahet kjo përgatitje? Gjoni si njohës si mirë I punëve të Zotit, nuk kërkon shumë gjana. Në rregullisht qetësohemi dhe ja ndërlikojmë vetes jetën fetare me shumë mendime se çka duhet të bëjmë. Duhet vetëm një gjë. Të pendohemi dhe rrjellimisht të marrim mëshirën shpëtimtare prej Zotit. Ungjilli sot na thot se populli e kishte njoftë momentin e hirit dhe në mënyrë të thjeshtë tregon vinte tek gjoni Jeruzalemi, mbar Judeja dhe gjithë krahina e Jordanit. Do me thanë një shumicë e madhe njerëzish, e ata I rrfenin në katet e veta. Ky I pagzonte në lumin Jordan në shaj I kthimi. Është e rëndësishme të jemi të penduar. Është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm se jemi mëkatar. Shtegtari rus I famshëm, që pasi ishte kthyer te Zoti, u mësua të bante vetëm një lutje gjithë ditën e gjithë jetën. Thoshte, o Zot Jezus, biri I Fiut gjallë, ki mëshirë për mua mëkatarin. Këtë lutje e bante pa ndërprer. Jezusi me shëmbulltyrën e farizeut dhe tagramlevësit që ishin gjitë në tempull e po luteshin, tregon pushtetin e lutjes me pendim dhe pa vlefshmërinë e lutjes me mendimin se jam I drejtë. Fjalët e Jezusit janë këto. Farizeu qiri në kam lutej në vetë vete kështon. Të falenderoj o hy që nuk jam por si njerëzit e tjerë, cuba, të pa drejt, kur është shkelës, ose si ky tagramlelës. Kurse tagramlelësi, që kishte zanë vend në fund, prej pendimit nuk I bahej as sy t'i ngrej drejt qiellit. Por rrihte krahnorin e vet e thoshte, o hy ki mëshirë për mua mëkatarin. Jezusi në fund jep verdiktin e këtij akti shpirtnor. Unë po ju them, ky u kthye në shtëpinë e vet I shfaqsuar e jo ai, sepse kush do krenohet
do të përvojtnohet, ndërsa kush përvojtnohet do të lartësohet. Pendimi është pushtet në dorën e njeriut me të cilin e hap Zoti derën që të veprojë. Dhe është i domosdoshëm. Nga ana tjetër kemi nevojë për një vetdije të gjallë dhe të qartë për të keqen e madhe që na shkakton mëkati. Në këtë mënyrë do të jemi në gjendje të hyjmë në një pendim të thellë dhe dërmues, pa të cilin nuk ndodhin gjëra të mëdha dhe çliruese. Shën Francesco i Sales na flet për punën që kryen pendimi i vogël dhe ai i thellë. Thot, në fakt, pendimi sa do i vogël, nëse është i sinqert, na pastron mjaftueshëm nga mëkati. Nëse pendimi është i thellë dhe dërmues, ai na pastron gjithashtu nga gjitha ndjenjat që burojnë nga mëkati. Dhe ai jep një shembull për jetës tonë të përditshme, kur në ndodh të krijojmë një armiqësi me një person. E shpjegon kështu. Një urrejtje dhe një armiqësi, nëse është e dobët, na lejon të adhurojmë disi atë që urrejmë. Dhe nëse kemi të mundshme, i qëndrojmë larg. Por nëse urrejtja jonë është e pamëshirshme, dhe e lumshme, jo vetëm që i ikim, dhe na duket i padurueshëm ai që urrejmë, por edhe na neveritet, dhe nuk mund të adhurojmë as shoqërinë e atyre që mendojnë si ai, të miqve të tij, të afërm me tij. Nuk mund të adhurojmë as pamjen e portretit të tij dhe gjërat që i përkasin. Në mënyrë të ngjashme, nëse ai që pendohet e urren mëkatin vetëm pak, megjithse sinqerisht, është vërtet se ai ka vendosur të mos mëkatojë më. Por vazhdon Shën Francesku, nuk është e njëjta gjë si atëherë kur e urren me një pendim të fortë dhe të fuqishëm. Në atë rast, ai do të urrejë jo vetëm mëkatin, por edhe gjitha ndjenjat, pasojat dhe shtigjet e mëkatit. Mësimi që predikon të Gjoni ishte pendimi dhe jepte pagëzimin e kthimit. Do me thënë thirrte, pendohuni sinqerisht dhe kthehuni e bani veprat daja kthimi. Kur vërtet kthehemi, nënkupton një ndryshim total të mendjes, një ndryshim në mënyrën e gjykimit, zakoneve që na udhëheqin dhe të ndjenjave, dhe jemi të zot të zgjellim një qëllim jete të ndryshëm dhe më të mirë të shpirtit. Të pendumit e vërtet, dhe kthimi në ban të mendojmë ndryshe për hyun, dhe për Krishtin, fitojmë një shikim tjetër mbi mëkatin dhe mbi shenjtërinë, vlerësojmë ndryshe këtë botë në cilën jetojmë, dhe botën tjetër në cilën do hyjmë. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësi që të dëgjoni emisionin Liturgjia e Fjalës, leximet dhe komentin e Ungjillit të së dielës së dytë të kohës së ardhjes. Me ju ishin Jehona Gashi, Nora Ukaj, Motër Irenea Lekaj, ndërsa komentin e Ungjillit e dëgjuat nga Patër Brel Gjurashaj. Kudo qofshi, hiri i Zotit qoft me ju.